Ish-mbrojtësi i Liverpoolit Jamie Carragher ofroi disa lëvdata të forta për Granit Xhakan, lojtarin që ai beson se është transferimi më i mirë i Premier Ligës nga afati kalimtar i verës. Mesfushori i Sunderlandit vulosi një rikthim në Ligën Premier duke u bashkuar me Macet e Zeza në një marrëveshje prej rreth 20 milionë eurosh nga Bayer Leverkusen gjatë verës. 33 vjeçari nënshkroi një kontratë 3 vjeçare në Stadium of Light, 3 vjet pasi u largua nga Arsenali për tek Bayer Leverkusen, ku fitoi çdo trofe vendas. Menjëherë pasi u bashkua ekipit të Regis Lebris, Xhaka u emërua kapiteni i skuadrës dhe ish lojtari i preferuar në Emirates. Është vendosur shpejt si një lojtar kyç për Sunderlandin, ndërsa ata po ambientohen me jetën në Premier League. Sunderland ndodhet në vendin e 4 në kampionat pasi vazhdon nisjen e shkëlqyer të sezonit me një barazim kundër Evertonit dhe Xhaka nuk ka humbur asnjë minutë në 10 ndeshjet e para të Sunderlandit në Premier League. Goli i yllit shqiptar i siguroi një pikë ekipit të tij kundër Evertonit dhe menjëherë pas ndeshjes Xhaka mori lëvdata të mëdha nga legjenda angleze Jamie Carragher. Ai duhet të jetë me të vërtet transferimi i këtij sezoni. Kur mendon për dikë që ka ndikim në ekipin e tij, unë kam cilësuar Erling Haaland te Manchester City, por a ka ndonjë person tani në Premier League që ka një ndikim më të madh në klubin e tij se sa Granit Xhaka, ka thënë fillimisht Carragher për Sky Sports. Nuk mund të ketë. Një firmë absolutisht e shkëlqyer deri më tani nga ana e Sunderlandit. Mendoj se Granit Xhaka ishte absolutisht fantastik. Jo vetëm goli që shënoi, ai është me të vërtetë mbi të gjithë të tjerët në fushë, përfundoi anglezi.